Në fjalën e tij mbajtur në mitingun e hapjes së fushatës së Partisë Demokratike dhe ASHM-s në Vlorë në praninë e liderit historik dhe kryetarit të Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berisha, drejtuesi politik i qarkut të Vlorës u ndal në dy momente kyçe. E para ka të bëjë me denoncimet që Leskaj u ka bërë aferave korruptive të qeverisjes së Edi Ramës në Vlorë, të cilat i quajti momentet më të mëdha të korrupsionit, dhe një pikë fortë që përcolli Leskaj në fjalën e tij në mitingun e çeljes zyrtare të fushatës së Vlorë, kishte të bënte me vizionin që Partia Demokratike ka për Vlorën, për një Vlorë madhështore, siç u shpreh dhe vetë drejtuesi politik i Partisë Demokratike për qarkun e Vlorës Bujar Leskaj. Në qarkun Vlorë, sekti Rama ka monumentet më të mëdha të korrupsionit. Vlora është një nga portet më të sigurt dhe të mëdhenj të Mesdheut dhe ky port mund t'jap fuqi të pallogaritshme për shtetin dhe kombin. Por sot ky port gjendet drejt rënimit midis korrupsionit dhe tradhtisë kombëtare. Ne të gjithë e dimë se si porti po shkatrohet, po tentohet, po gënjehet sikur po zhvendoset në triport, por në fakt për punimi mallrave, çka është oksigjeni i një porti, po vdes, po humbet. Denatyrimi i sheshit të Flamurit dhe sheshit përpara Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Skel është një tjetër goditje që Edi Rama u ka dhënë simboleve kombëtare. Sipas Leskaj, vizioni i Partisë Demokratike për Vlorën nis nga porti i Vlorës, zhvillimin e ekonomisë dhe rikthimit në identitet të sheshit të Flamurit, anullimin e projekteve grabiqare që nga ato të grabitjes së ujit e deri tek projektet e fundit të korporatës së investimeve strategjike me shumë vende pune, infrastrukturë të zhvilluar dhe taksa më të ulta për të gjithë, turizëm gjithvjetor, tatimi shesh të 10%, mbështetje për fermerët, peshkatarët, blegtorët, biznesin, sipërmarrjen të rinj si dhe ish të përndjekurit, ish pronarët, po ashtu rishikimin e reformës administrativo-territoriale, si dhe rikthimin e institucioneve qendrore që janë larguar nga Vlora në këto vite. PD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, vjen para Vlorës e vlonjatëve me një vizion të qartë, duke prezantuar një program gjithëpërfshirës, program që prek çdo fashë sociale e ekonomike të vendit, të zemrës son, të qarkut ton, ku çdo individ, qytetar, fermer, biznes, i vogël e i mesëm e gjën veten të përfaqësuar. Ne nuk afrojmë tallava e propagandë gëbelsiane e zhdanoviane si Partia Socialiste dhe sekti Rama. Ne kemi një program integral, të qartë, të drejtë dhe të zbatueshëm, që mbështetet në vlerat që kanë mbajtur shqiptarët në shekuj: familja, puna, prona, liria dhe sipërfaqja. Ne kërkojmë besimin e shqiptarëve jo mbështetur në korrupsionin e sektit Rama, por mbështetur në programin ton, program i cili vërtet do ta çndroj Shqipërinë në Shqipëri madhështore. Vizioni ynë për Vlorën madhështore, nis nga porti i Vlorës, sepse ky port nga vetë pozita e tij gjeostrategjike, Vlora është përcaktuar të zhvillohet si një port i madh mesdhetar,